E ka shumë shpinë larga? O, Sultan, e di që të halën sërë dhe shumë për shpiste që kjo kisha. Ama jo mlodhë shumë. Ka pështjela, mu. Vëllam tema. Raftë kam jam shikejtë. Kape a telefon edhe thire qiken, thire folën bilesh liroj pak trunin. Që, në mërë gjohë që shkika. Apo do në mi bozile? Ja, beq farë stile. A disa dhe ajtë në është e sholla së më punë. Ma ka ikë shikën shpitun, që 100 vjetë rëbë pa leje nuk o dalë për shpisë tonë. Jali jem, ta ka ikë shikën tonë? Po, leje që ma ka ikë, po ma ka shumë në Gjermani, edhe ma kesh. Pasha zotin në sot bëni. A një koftë në koftë për ajer. A i garin të mua, a i vini sytë, a këtë një borën. Më falë, a je shqiptar? Pret një herë borë, vivite? A je shqiptar? Pret si starë për pak për në telefon. A më duke se shqip fule? Po, shqip, e dashta me të vedi qka. Ti muve që të punë kry, ma kome ta ditë për njerë, sot jesh... Jo, punë ka mu kry, e s'ka qare pa kry, vëlla. Die mutmaßlichen Täter wurden anhand von Reisepässen identifiziert, die am Tatort gefunden und sichergestellt wurden. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Sultan Berisha und Dardan Gashi. Haydi Mustafa, haydi. Haydi. Po, qysh ka dole? Se si dy kullerat Prishtinës me botën këtë hallakam.